Mbyllja e TikTok, bullizmi dhe dhuna. Kjo ishte tema e emisionit Fokus të enjte në televizionin 6+ Vlora. Të ftuar në studio përballë gazetarit Ermal Sika ishin Elpiniqi Mërkuri, kryetare e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Diogjen Zeneli, inxhinier sistemesh, specialist IT i licencuar nga Microsoft, Nikoleta Xhelaj, koordinatore vendore e dhunës për marrëdhëniet në familje, Bashkia Vlorë, Elona Toçi, përfaqësuese drejtorisë arsimore, psikologe klinike, Alinda Deraj, punonjëse sociale. Ndërsa në lidhje Skype nga Tirana, Gëzim Tushi, sociolog, qeveria mori vendimin për mbylljen e TikTok, ndërsa nisma ishte e kryeministit Edi Rama. Të ftuarit në studio edhe pse cilësuan një vendim të drejtë, mendojnë se kjo nuk është zgjidhje për shkak edhe të gjetjes së mënyrave të tjera për t'u aksesuar në këto rrjete sociale. Shqiptarët ja gjetën kleçkën edhe TikTokut madje. Sipas specialistëve të ftuar në studio, por edhe sociologut Gëzim Tushe në lidhje Skype, duhet që qeveria dhe institucionet të gjejnë rrugët e duhura për edukimin e brezit të ri. Ata thanë një zëri dhe në unison se për këtë më shumë rëndësi ka edhe edukimi në familje, si dhe roli i shkollës. Bullizmin, dhunën tek fëmijët dhe adoleshentët janë fenomene që poriten. E fatkeqësisht kemi patur raste të vetvrasjeve prej tyre. Përfaqësueset e institucioneve të ftuara në emisionin Fokus folën edhe për raste konkrete, kur të rinjt dhe adoleshentët kanë kërkuar ndihmën e psikologut apo njësisë së mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë e Vlorës, por sa të hapur janë fëmijët për të folur me psikologun në shkolla. Duket se ka një ndërgjegjësim në rritje në këtë drejtim. Të gjitha këto probleme ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijëve. Të ftuarit drejtuan edhe mesazhe për audiencën, për fëmijët, por edhe për vetë adoleshentët, të cilët duhet të jenë më të kujdesshëm përballë këtyre fenomeneve, e t'i denoncojnë ato në institucionet ligjzbatuese, arsimore si dhe vendore. Fokus në televizionin 6+ Vlora rikthehet sërish të enjte në ardhshme, me të tjerë të ftuar dhe të tjera tema për diskutim përballë gazetarit dhe autorit të emisionit Ermal Sika.